تذكرت آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي فنفسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sot kemi zgjedhur disa rregulla rreth Bajramit dhe sunetet në të. Kjo për një ligjate të Shekh Sulejman Ruhelit, ku Shekhu thotë që prej gjërave të njohura tek ne në përmbylljen, domethënë adhurimeve tona, do thotë nëse është muaji i Ramazanit, në përmbylljen e muajit Ramazanit, nëse është 10 ditë, 9 ditë të Dhulhijhes, do thotë në përmbylljen e adhurimeve të 9 ditëve të Dhulhijhes, pra dita e 10, dita e Bajramit, prej gjërave thotë është edhe namazi i Bajramit. Ai është prej namazit thotë më të theksuara, aq sa disa dietar kanë thënë se është obligim individual, farz ain ka thënë për çdo person. Edhe pse thotë ky mendim tek ne nuk konsiderohet edhe shumë i fortë thotë, mirë po ky tregon domethënë rëndësinë e namazit Bajramit. Pra Shehu apo thotë që aludon që thotë që nuk është mendim i dobët tek ne që është obligim për çdo person, mirë po është sunet i fortë domethënë sipas asaj që thotë Shehu. Pejgamberi sa pse domethënë disa dietar thonë që është obligim për çdo person, nga se ka hadithe të cilat tash do t'i përmend që pejgamberi i nxiste fuqishëm në pjesëmarrjen e namazit të Bajramit, do thotë muslimanët. Saqë Ummu Atiye radhiyallahu anha thotë se ne urdhëroheshim thoshte, domethënë nga pejgamberi të dilnim për Bajram. Ummu Atiye, do thonë grua, urdhëroheshim pejgamberin që të dilnim për Bajram. Aq sa nxjerrnim edhe vajzat beqare nga dhomat e tyre, domethënë edhe madje edhe gratë me menstruacione. Ato që ndronin prapa njerëzve, do thotë, bënin tekbire bashkë me tekbiren e tyre dhe luteshin me lutjet e tyre, duke shpresuar bereqetin dhe pastërtinë e asaj dite, pra ditës Bajramit. Sipas këtij hadithi kuptojmë që domethënë pejgamberi ka urdhëruar edhe gratë me dal, do thotë Ummu Atiye që thotë që edhe ka thonë i kena marrë me veti, kena nxjerr për namaz Bajramit edhe vajzat e reja, do thotë pe dhomave tyre i kena marrë me vete. Saqë edhe ato që kanë qenë me menstruacione, mirë po, do thotë ato kanë qëndru mbrapa burrave, edhe kuptohet me fal nuk janë fal, mirë po për shkak të bereqetit të kësaj dite, edhe me prezantuar lutjet e muslimanëve, atëherë kanë prezantuar edhe këto pejgamberi i ka këshilluar me prezantu. Ka hadith në Sahihun e Buhariut që është më lart domethënë. Gjithashtu në Sahihun e Muslimit transmeton Ummu Atiye, që Allah qoftë i kënaqur me të, se la thosë se hadithin ngjashëm ato më lart, ne urdhëroheshim, pra pejgamberi të sram është e kuptueshme, të dilnim për 2 Bajramet, edhe vajzat e reja, edhe ato që rrinin në shtëpi për shembull. Madje edhe gratë me menstruacione dilnin, qëndronin prapa njerëzve dhe bënin tekbire bashkë me ta. Qëllimi është që bënin tekbire bashkë me ta, jo që ato gratë domethënë bënin tekbire me zot madh, nga se kjo nuk lejohet që me bëu fitnë do të. Mirë po, qëllimi është kur ata kanë bëu tekbire, edhe këto kanë bëu me zot, do thotë të vogël për vete, mirë po kanë përcjell do kanë bëu tekbire bashkë me xhamatin burrat. Një grua pyeti pejgamberin, e ka pyet pejgamberin sallallahu a ka ndonjë të keqe për ndonjën prej nesh për grave, nëse nuk ka xhilbab për mbulesë dhe nuk del në xhami për shkak se s'ka mbulesë. Ka thënë, a ka diçka të keqe për neve ose për ata që atë grua e cila nuk ka xhilbab mbulesë? Pejgamberi i tha, le t'ja jep, pra le t'ja huazoj shoqja asaj një xhilbab të asaj për ta veshur, që të marr pjesë thotë në hajër, në të mirën dhe në lutjet e muslimanëve këtë ditë Bajramit. Pra apo shes sa ka qenë pejgamberi i kujdesshëm edhe ndaj grave që më prezantua ato në namazin e Bajramit. Këtë hadith e transmeton Buhariu. Po ashtu transmetohet gjithashtu nga Ummu Atiye transmetim tjetër, Allahu qoftë i kënaqur me të, e cila ka thënë se ne u urdhëronim, pra nga pejgamberi, edhe vazhdon hadithi sikur më lart se sekond, edhe thotë gratë me menstruacione urdhëroheshin pa pejgamberit asram që të largoheshin nga në vend faljet. Do të thonë, nuk kanë qëndru në vendin ku fal namazi,
brenda domethënë xhamisë ose vendfaljes, mirë po kanë qëndru jashtë domethënë ngjit me xhamin afër xhamisë, kanë dëgjuar domethënë hutbën, e kanë bërë tekbire bashkë me ta në lutë, që me u fut do thot bereqet në mirësinë e kësaj dite. Pejgamberi sasëm e ka theksuar shumë pjesëmarrjen në këtë namaz, për namazin e Bajramit. Prandaj mos veproni thot mos i privoni vetët dhe familjet tuaja nga kjo mirësi. Merrni pjesë në namazin e Bajramit, qëndroni edhe gjatë hutbes. Po mendimi më i saktë është se qëndrimi për ta dëgjuar hutben nuk është obligim, por bereqeti i Allahut pra zbret edhe gjatë hutbes tot. Ndaj mos e privoni veten nga kjo edhe familjet tuaja që prezantoni. Nëse është e mundshme kuptohet në për xhamia që me kon vendi veçantë dhe për gra me prezantoj. Është sunet për atë që del për namazin e Bajramit të haj diçka nëse ka falur sabahun në xhami dhe ka qëndruar aty duke pritur namazin e Bajramit. Kjo është kur është domethënë në namazin e Fitr Bajramit. Është sunet që nëse dikush kur del prej shtëpisë me hongër diçka domethënë hurme, nga se deja një ditë përpara ka agjëru. Edhe është prej sunetit pra që mos më shku në vendin e faljes namaz Bajramit pa hongër diçka domethënë. Është transmetuar hurma. E nëse personi e din që kur shkon për namazin e Bajramit, namazin e sabat me fal, edhe qëndron aty domethënë në xhamin ose në vendin ku falet deri namaz Bajramit, ata thot ai në xhami han diçka. Ai nëse kthehet për namazin e sabat në shtëpi, pastaj kthehet për Bajram, atëherë kur del për namazin e Bajramit duke shku, atëherë han diçka domethënë. Kjo është prej sunetit. Ndërsa nëse del për vendfalje po cekum, atëherë suneti është që të hajë në shtëpi para se dal. Kjo është ka veprimi i dërguarit sallallahu alajhi wasallam. Nga Enes ibn Maliku transmetohet se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk dilte ditën e Fitr Bajramit derisa të hante hurma. Dhe i hante ato në numër tek. Dietarët kanë thënë kuptimi hadithin e transmeton Buhariu, dietarët kanë thënë se kuptimi i kësaj është se minimumi është të haj për shembull 3 hurme, 5, 7, 9 tek pra. Kjo është suneti i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj këtu përmendet një hadith që pastaj kam nxjerrur një hadith tjetër të ngjashëm ku transmetohet se Burejde ibn al-Husayb al-Aslami tha se i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam nuk dilte ditën e Fitr Bajramit derisa ta hante diçka. Pra s'dilte me fal Fitr Bajramin derisa të hante diçka. Ndërsa ditën e Kurban Bajramit nuk hante asgjë derisa ta falte namazin. Thënë pensionerit është ditën e Kurban Bajramit mos me hongër diçka derisa ta fal namazin e Bajramit. Edhe të kthehet shtëpi, kuptohet e pëlqyeshme është që të han prej asaj mishit që është thyer për kurbanit i tij. Kjo është sunet pra. Prej suneteve tjera është preferohet që muslimani kur dëshiron dal për namazin e Bajramit të lahet, pastrohet pra. Imam Aliku transmeton me zinxhir të saktë se Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu lahej ditën e Fitr Bajramit para se të dilte për të fal pra në vend faljen e namazit Bajramit. Ibn Umeri pra, sahabiu, djali i Umerit radhiyallahu anhu, Abdullahu djali i Umerit. Po ashtu Ath-Thawri me zinxhir të saktë nga Said ibn Musayyib, sa i ka thënë, suneti i Fitr Bajramit është në 3 gjëra. Të shkohet në këmbë për tek vendfalja, të hahet para daljes për namazin e Fitr Bajramit dhe të lahet, pastrohet. E kjo përfshin larjen pa pastrimin edhe për Kurban Bajram, domethënë. Po ashtu është sunet të vesh rroba të bukura dhe të zbukurohet për atë ditë, për ditën e Bajramit. Nga se Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhu transmeton se Umeri mori një xhubbe, domethënë një xhubbe, ose domethënë që është veshje e gjatë, prej mëndafshi që shitej një treg dhe i asolli të dërguarit i Allahut sallallahu alajhi wasallam duke i thënë. Po siç duket, Omeri radhiyallahu anhu nuk e ka ditë domethënë që veshja prej mëndafshit është ndaluar për burrave, për burra.
Pra ky e ka marrë prej tregut një gjybe të mëndafshit, edhe ja ka dërgu pejgamberi dhe i tha, o i dërguari i Allahut, bleje thot këtë që të stolisësh, për ta veshësh të stolisësh me këtë për Bajram, edhe për delegacione kur të vinë, domethënë njerëz kur të kinë një takim kështu. Atëherë i dërguari i Allahut çka i tha? Këtë e vesh vetëm ai domethënë këtë gjybën për mendafshit ose veshjen për mendafshit. Thatë këtë e vesh vetëm ai që nuk ka pjesë, nuk ka hise në ahiret. Qëllimi është nuk ka fat në mëshirën dhe shpërblimin e Allahut në ahiret. Pra thotë këtë gjybe pra për mendafshit e vesh vetëm ai i cili nuk ka pjesë hise në ahiret, sepse ishte prej mendafshit. Ky hadith është mutafakun alayhi, do të thotë që transmeton Buhari dhe Muslimi. Çish argumentohet me këtë hadith që është e pëlqyeshme veshja e rrobës mirë? Thotë mënyra argumentimit është se vëllezër është thotë se Omeri radiallahu anhu i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam zbukurohu me të për Bajram. Gjë që tregon thotë se në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte e njohur zbukurimi dhe veshja e bukur për Bajram. Ishte e njohur domethënë. Omeri radiallahu nuk ja kish dërgu pejgamberi ato nëse s'kish qenë kjo e njohur tradit. Edhe pejgamberi sallallahu nuk e kundërshtoi këtë. As nuk tha se Bajrami dhe ditë të tjera janë njësoj. Do të fillimisht ishte e njohur në kohën e pejgamberit përderisa Omeri radiallahu anhu ja dërgoi gjybën me vesh. Pastaj pejgamberi nuk e kundërshtoi në atë aspektin me i thonë se dita e Bajramit nuk dallohet me veshje të mira apo diçka për ditëve tjera. Kjo tregon se zbukurimi në veshjen, zbukurimi dhe të veshjes mirë në ditën e Bajramit është e lehtësuar, e pëlqyeshme. Mirë, po pejgamberi arsye pse e refuzoi, domethënë këtë gjybën, ishte se do të thotë ai ishte prej mendafshit, e kjo është ndaluar prej burrave siç ka në hadithe të tjera. Gjithashtu është vërtetuar nga Ibn Omeri radiallahu anhu që veshte rrobat e tij më të bukura për Bajram. Imam Maliku radiallahu Allahu mëshiroft ka thënë, kanë dëgjuar dietarët të tregojnë nga ata që kanë qenë para tyre se e përqenin përfumosjen dhe zbukurimin në çdo Bajram. Prandaj është e pëlqyeshme që të përfumoset njeriu dhe të zbukurohet kur del për namazin e Bajramit. Mirë, po këtu do të më pas parasysh, kjo është e veçantë për burrat. Do të përfumosja për gratë gjinin femërore kur dalin do të jashtë shtëpisë nuk lejohet, nga se kjo shkon në hadith është aludon që është fitnë dhe ndalueshme. Nga se patjetër që burrat e huaj kanë me pas zbukurimin e saj, ajo vesh në mal rrobën qysh zakonisht të vesh dhe del e pa parfumosur. Ose në shtëpinë e saj kuptohet, zbukurohet, parfumoset gjitha. Gjithashtu është sunet që të shkohet në këmbë për në namazin e Bajramit, nëse ka mundësi kuptohet. Nëse se ka shumë larg e tjera. Nëse s'ka bengesa rrugës. Nga se Aliu radiallahu anhu transmeton se ka thënë prej sunetit është që të dalësh për namazin e Bajramit në këmbë dhe të hash diçka para se të dalësh. E transmeton Tirmidhiu dhe ka vlerësuar si hadith mirë Sheikh Albani. Po ashtu nga Ibn Omeri radiallahu anhu transmetoa se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dilte për Bajram në këmbë dhe kthehej në këmbë. Këtë hadith e transmeton Ibn Majah dhe ka vlerësuar si të mirë Albani. Gjithashtu është sunet që ndryshohet rruga, pra të shkohet nga një rrugë dhe të kthehesh nga një anë tjetër. Domethënë nëse ke ardhur për një rrugë, është sunet e pëlqyeshme që me u kthy nga rruga tjetër, jo me u kthy në njëjtën rrugë. Kjo është sunet e pëlqyeshme nëse ka mundësi njëri. Nga se nga Gjabir ibn Abdullah radiallahu anhu transmetohet se kur ishte dita Bajramit, pejgamberi ndryshonte rrugën. Pra, këtë hadith e transmeton Buhariu. Po ashtu nga Ebu Rafi radiallahu anhu transmetohet se pejgamberi shkonte për Bajram në këmbë dhe kthehej nga një rrugë tjetër prej asaj nga e cila kishte ardhur. Domethënë shkonte në këmbë, jo do thotë hypën për mi kafsh apo me diçka, edhe kur kthehej për në shtëpi, do thonë, kthehej në një rrugë tjetër, jo në njëjtën rrugë. Këtë hadith e transmeton Ibn Majah dhe e sakson Albani. Edhe Ibn Omeri radiallahu anhu vepron tek çdo njësoj. Shkonte nga një rrugë dhe kthehej në një tjetër. Disa dietar kanë thënë se çka është për shkakun pse
me ardhur në një rrugë dhe më kthy në rrugën tjetër, kanë thënë se kjo bëhet që të shtohet dhënia e selamit ndaj besimtarëve, sepse ka të vjen takon besimtarë jep selam atyne. Dhe ka të kthehet në një rrugë tjetër jep selam dhe thot muslimanëve të tjerë, besimtarëve të tjerë. Andaj për këtë kanë thënë. Allahu a'lam. Po ashtu në ditën e Bajramit është sunet lehtësimi për shembull mos më shtrëngusen disa gjëra të cilat kanë qenë jo të në rregull, jo të preferueshme në ditë tjera, ditën e Bajramit janë, do thot, është më, do thot, ka lehtësime. Dhe gjithashtu gëzimi për familjen dhe fëmijët në gjëra të ligjura, si lojrat, këndimi i lejuar të poezive, këngëve të lejuara dhe rënja e defit në ditën e Bajramit të Shëllimit. Gëzimi dhe zgjerimi, lehtësimi pra, në këtë ditë është sunet, duke u larguar nga harami, kuptohet. Pra, shehu thotë që merri fëmijët tek lodrat, që do të dërgoj ata tek lodrat dhe vendet e argëtimit, luaj me ta dhe gëzoju. Kjo është prej sunetit, domethënë. Nga Enes ibn Maliku radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sa ka thënë banorët e jahilietit, pra para islamit, kishin 2 ditë në vit në të cilat argëtoheshin, ata lulen, festonin. Kur erdhi pejgamberi në Medinë, tha ju kishit 2 ditë në të cilat argëtoheshit, festonit, luanit. Por Allahu azhëvendësoi me 2 më të mira, me 2 ditë më të mira, 2 festa. Ato thotë janë dita e Fitr Bajramit dhe dita e Kurban Bajramit. Këtë hadith e transmeton Sahih dhe ka saktuar Albani. Por ky hadith aludon që pejgamberi kur i pa ata, do thotë në Medinë kur erdhi dhe i pa banorët e Medinës duke festu, çu ka mbet, do thotë në kohën para Islamit 2 ditë të festë që kanë pas janë argëtuar kanë luj. Pejgamberi ju tha që këto 2 ditë argëtimi dhe festa, Allah i kanë zëvendësuar me 2 ditë më të mira, do të argëtimit dhe festimit e kësaj. Andaj domethënë kjo aludon që do të lojrat, gëzimi, festimi, argëtimi, do ditën e Bajramit janë pëlqyeshme, edhe është mirë me dallu domethënë ditën e Bajramit për ditëve tjera me gjëra të lejuara. Po ashtu nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu transmeton se habeshit, pra që në këtë kohë janë etiopianët e kohës sodit. Etiopia, do të në atë kohë habeshit janë quajtur me këtë shprehje, me këtë emër. Pra habeshit po luanin me shtizat e tyre pranë pejgamberit. Disa në një transmetim tjetër thuhet në xhami, luanin me shtiza. Do të thotë shtiza është ajo shtoga e gjatë me në moje me copë të hekurit dhe ata kanë lujtë cila gjuhët për gjah. Edhe këta habeshit në xhamit pejgamberit ose afër pejgamberit kanë lujtë me këto, domethënë ditën e Bajramit. Kanë gjujt këto dhe kanë lujtë janë këtu. Habeshit, pra etiopianët, e kishin zakon lojen me shtiza dhe këndimin në ditën e Bajramit. Ata luanin me shtiza në xhamin e pejgamberit, hedhnin, e luanin dhe thoshin në gjuhën e tyre këndonin. Thoshin Muhamedi është njeri i mirë, Muhamedi është njeri i mirë, luanin dhe lëshin në gjuhën shtizat. Pra këndonin, thoshin kësaj poezi. Dhe transmetuesi, pra thot që hyri Umeri radhiyallahu anhu kur ata habeshit ishin duke lujt me këto shtizat edhe duke këndu, duke thur poezi, hyri në atë moment Umeri radhiyallahu anhu dhe mori guralec të vegjël edhe duke i qërtu ata për t'i godit dhe me çka jeni të bodë domethënë kështu. Pejgamberi i tha lëri Omer. Lëri domethënë në të lozin, në të luajnë, në të këndojnë. Këtë hadith transmeton Buhariu dhe Muslimi. Madje pejgamberi sa i tha Aishës radhiyallahu anha, a dëshon ti shikosh? Pra i tha Aishës radhiyallahu anha, apo don me shiku këta do të çush po lozin ditën e Bajramit. Pra i miratoi pejgamberi këtë lojën, këndimin. I tha, a dëshiron ti shikosh? Aja që e pranoi pra me shiku dhe aja që ndroi tek dera e shtëpisë pejgamberit pa, duke mbuluar pejgamberin atë me trupin e saj. Domethënë Aisha radhiyallahu anha duke qëndruar prapa pejgamberit tek dera. Edhe me shiku ata që shpolozin me shtiza, marr këtu. Edhe këndonin. Edhe
ndërsa Aisha qëndron dhe pas tij, pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe mbështeti faqen e saj mbi faqen e tij, pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke i parë ata. Domethënë është afruar, është mbështet me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, faqen e tij me faqen e saj mbrapa, ti dhe i shikonte ata. Pejgamberi sallallahu i tha, a u ngopet duke i parë se çish po lozin këta, çish po këndojnë? Ajo tha jo, domethënë ka pas nevojë me vazhduala. Gjithashtu nga nëna jon Aisha, vajza e Abu Bekrit, transmeton se Abu Bekr Siddik hyri tek ajo, ndërkohë që pranë saj ishin dy vajza të vogla në ditën e Mina, kur haxhilënët qëndrojnë në Mina gjatë haxhit, që janë edhe këto 3 ditë pra ditë feste. Pra, Abu Bekri hyri tek ajo, tek Aisha radhiyallahu anha. Edhe tek ajo ishin dy vajza të vogla në ditën e Minës, ditët e Bajramit, duke këndu. Ndërsa i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam ishte mbuluar me rrobën e tij, Abu Bekri i çortoi ato, domethënë. I çortoi. Por i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam e zbuloi fytyrën e tij dhe i tha: "Lëri ato, o Abu Bekr, sepse këto janë ditë feste. Lëri të këndojnë, domethënë." Ato ishin vajza të vogla. Jo domethënë gratë më dha. Kështu që dietar thënë kjo është e veçantë për vajzat e vogla që kur ka ditë Bajrami ose kështu lejohet për to që merre domethënë defin, kuptohet pa ato do thot shtesat. I tha domethënë lëri ato sepse këto janë ditë feste, lëri të këndojnë. Kështu kjo lëdon që për vajzat vogla do të lejohet që ato me këndu ditë feste, ditë Bajramit, gjithashtu domethënë për të mëdhejt me lujt, me bolojrat, do të edhe me këndu. Aisha radhiyallahu anha, ajo tha, e pash të dërguani i Allahut sallallahu alajhi wasallam duke më mbuluar me rrobën e tij, ndërsa unë shikoja habeshit, etiopianët, duke luajtur dhe unë isha ende vajzë e re. Këtë hadith transmeton Ahmedi dhe Ibn Hibani me këtë tekst, ndërsa Albani e sakson. Po ashtu nga Aisha, vajza e Abu Bekrit, transmetohet se ka thënë, hyri Abu Bekri tek unë, ndërsa pranë me ishin dy vajza të vogla, dy vajza të vogla prej vajzave të Ensarve, banorëve të Medinës pra, që këndonin për atë që kishin recituar Ensarët në ditën e Buathit. Dita e Buathit janë ditë ku është zhvilluar një luftë mes dy fisëve, domethënë luftë e madhe para Islamit. Aisha radhiyallahu anha i kishte marrë dy vajza të vogla dhe ato këndonin ato poezit, ato që i kishin thurë Ensarët, do thot për atë ditë që ka ndodhur e luftë në kohën e Xhahilit. Ato këndonin. Ajo tha, Aisha radhiyallahu anha, tha, ato nuk ishin këngëtarë, domethënë, ato s'kan qenë në sens këngëtarë që kanë kënduar vazhdimisht. Mirë po, këndonin në ditët e Bajramit. Për shkak që ka qenë ditë Bajrami, ato kanë kënduar, domethënë. Atëherë Abu Bekri tha, vegla muzikore, fyll të shejtanit në shtëpinë e dërguarit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo ndodhi në ditën e Bajramit, thot Aisha radhiyallahu anha. E profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e kundërshtoi Abu Bekrin për fjalët vegla të shejtanit, por tha, o Abu Bekr, çdo popull ka festën e vet dhe kjo është festa jonë. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Ndërsa tek Muslimi transmetohet që dy vajzat e vogla, si vajzat arabe, me def dhe duke kënduar, kështu transmetohet. Lejohet pra që vajzat e vogla të këndojnë në ditën e Bajramit dhe nuk duhet të vijë ndonjë dikush jashtë për shkak të thonë që ju. Pse vajzat e vogla, nga se ato nuk kanë domethënë nuk bëjnë fitnë tek njerëzit e huaj. Pra ata dhe lejohet ato me këndu ashtu. Po ashtu lejohet që ato të bien defit pa ato xhinglat, do të thotë që i thojmë na çampart dhe të këndojnë. Lejohet do të mshojnë defit dhe të këndojnë. Gëzimi dhe lehtësimi në gjërat e lejuara gjatë ditës së Bajramit është i pëlqyer, madje është sunet domethënë. Edhe urimi në ditën e Bajramit është prej praktikës së selebëve, që me uru njëri tjetrin për Bajram. Ka thënë Ibn Hajeri, e kam transmetuar në El Muhammeliye, thot me zinxhir të mirë nga transmetimit pra nga Xhuberi ibn Nuferi, i cili ka thënë shokët e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam, kur takoheshin, do thot mes vete në ditën e Bajramit, i thoshin njëri tjetrit taqabbal Allahu minna wa minkum. Allahu i pranon veprat, do thot për neve dhe për juve.
është transmetuar për shokëve të pejgamberit. Kjo çështje është e përgjithshme dhe nuk është u kufizuar në një formë të caktuar. Prandaj njerëzit nuk duhet ngushtuar, do thotë edhe me i dal këto. Është e lirë, domethënë se çysh ti don me uru, do tjetrin për ditën e Bajramit. Në takimin e ditës së Bajramit mund të urojmë me çfarë do lloj fjalë të mirë përderisa nuk ka diçka të ndaluar. Më e mirë është lutja, kuptohet. Por urimet mes njerëzve janë çështje e gjerë, domethënë që nuk kufizohet me diçka të caktuar. Sheriati pra i ka lënë të hapur dhe nuk i ka kufizuar këto. Prandaj nuk duhet vërtetësohet njerëzve madje edhe në mënyrë si shprehje gëzimi për shembull. Nëse ata do të shpreh gëzim në mënyra të ndryshme që s'bin ndalesa me urime ndryshme, s'ka të keqe. Disa njerëz, për shembull, është e njohur traditë kanë më përqafu mes vete kur të bëjnë Bajram, kur të përshëndeten në ditën e Bajramit, kur ta urojnë një tjetrin. Disa përshëndeten me dorë. Disa të bëjnë zakone të ndryshme që nuk bien ndesh me sheriatin, kështu që nuk duhet të ngushtohen në njerëzit që me i kufizuar ndalu pse do të këtë ose pse atë. Parimi bazë në ditën e Bajramit është lehtësimi dhe zgjerimi. Nuk është ngushtimi, do të thotë në çështje, për shkak se është ditë feste. Sa u përket ditës së Bajramit me të cilën lidhen dispozitat fetare, ajo është vetëm një ditë. Bajrami i Fitrit është një ditë vetme, dita e parë pra. Prandaj ndalohet agjërimi i saj, ndërsa ditën e dytë lejohet agjërohet dhe nuk është haram. Kurse sa i përket për shembull ditës së parë të Bajramit, ajo Fitr Bajrami është një ditë. Qëllimi është një ditë, është Bajram që natyrë vlen rregullat fetare të sheriatit, që nuk lejohet është haram agjërimi e disa rregulla. Kurse ditën e dytë të tjerat lejohet agjërimi, edhe nëse njerëzit i konsiderojnë si fert. Kurse do thotë po e bëjnë një serim këtu që shehu nuk e ka përmend, kurse për Kurban Bajram dita e saj e parë është haram agjërimi, kuptohet, njëjtë sikur dita e Fitr Bajramit. E për 3 ditë pas ditës së parë, do thotë për 3 ditë pas ditës së parë Bajramit, se do të jenë ditët e Shrikut, që edhe ato janë ditë feste, ka mos pajtime, por mendimi më i saktë është që nuk lejohet agjërimi as në ato ditë. Mirë po, sa i përket ditëve të Bajramit, numri i ditëve të festimit tek njerëzit kthehet tek zakonet dhe traditat e tyre. Sa i përket ditës së parë, është ditë feste do të me sheriat, do ndalohet agjërimi e disa rregulla janë caktuar. Kurse sa i përket ditëve tjera, kjo kthehet te tradita e njerëzve. Ka dallim mes ditës së Bajramit, siç e thekëm, me cilën lidhen dispozitat fetare, që në Fitr Bajram është vetëm një ditë, kurse Kurban Bajramit janë 4 ditë, siç e thekëm, dhe ditëve të festës tek njerëzit, do thotë llogaritën edhe kur vizitohen ata mes vete, urojnë një tjetrin e të ngjashme. Kjo kthehet te zakoni i njerëzve. Për shembull, shumica e muslimanëve, madje edhe kjo gjendet edhe në librat e dietarëve të mëhershëm të fikut, e kanë konsideruar festën e Fitr Bajramit për shembull 3 ditë. Edhe pse ajo sheriatikisht domosdoshmë me rregulla fetare është 1 ditë, që në të ndalohet agjërimi e tjera. Kështu me argumente. Mirë po, tek musliman përgjithësi njihet se ajo është 3 ditë. Madje thotë edhe në libra dietarëve të mëhershëm kemi pasur që kjo ditët e Fitr Bajramit njerëz i llogarisin si 3 ditë. 3 ditë. Kjo është përmendur në librat e dietarëve të mëhershëm të vjetër, por në fund referenca mbetet te zakoni i njerëzve. Varet, domethënë se sa ditë ata konsiderojnë. Pra lejohet edhe pas ditës së parë, të urohet, vizitohet, të konsiderohet domethënë e tillë festë. Nëse sipas zakonit festa zgjasin për shembull 4 ditë, atëherë ajo janë 4 ditë. Nëse zgjasin 5 ditë, atëherë janë 5 ditë. Nuk duhet vërtetësohet njerëzve thotë. Kjo është mendimi më i saktë. E them, e përmendje thotë shehu këto për shkak se disa i kanë ngushtu, i kanë kufizu thotë njerëz duke i thonë që do thotë me argumente fetare është vetëm një ditë festën Kurban Fitr Bajram, kurse në Kurban Bajram janë domethënë dita parë dhe 3 ditë kështu, duke pa domethënë që disa njerëz i kanë kufizu njerëz duke i thonë që s'bën ndoshta edhe s'lejohet me uru ose diçka mas ditës dytë Fitr Bajramit. Atëherë përmendet thotë këtë. Kjo është ajo thotë që përmendëm se çka ligjësohet, çka është domethënë e ligjshme, e pëlqyeshme nga argumentet, kurse e përmend tu shehu që disa për shembull
paralajmërojmë muslimanët për diçka, për shembull duaja e xumës fundit Ramazanit, lutje caktuar në fundin e Ramazanit, diçka të tilla, kjo thotë s'ka bazë sunet, njëri bën lutjen përgjithësi, por nuk ka caktuar me diçka që pejgamberi domethënë e ka veçu xumën e fundit të Ramazanit me diçka lutje caktuar ose në fundin e Ramazanit mund dal në një vend caktuar me bë lutje caktuar etj. Kjo nuk është do thotë e saktë, nuk transmetohen librat e sunetit. Dhe thotë nuk lejohet veprohet, nga se nëse dikush e bën me bindje që kjo është fe, ajo ka lënë bidat, në rësin fe. Edhe një gjë deshta me tregu që shehu këtu nuk e ka përmend, nga se nuk është e njohur tek arabët, mi po është shumë e përhapur tek ne, domethënë shqiptarët përgjithësi edhe ndoshta edhe në ndonjë vend tjetër, që e kanë bërë si traditë, domethënë edhe mendoj që kjo është pej fesë, ka shpërblim e tjera, që në ditët e Bajramit shkojnë për shembull pas të falet Bajrami, shkojnë në vorreza, domethënë tek vdekurit musliman, tek familjarët e tyre, edhe vizitojnë ato e tjera. Edhe mendojnë që kjo është e preferueshme, do të para si me shku ndoshta te shtëpia me bu Bajram me familjarët, ata shkojnë domethënë që tek vorrezat dhe i vizitojnë edhe mendojnë që kjo është e pëlqyeshme dhe për fesë ka shpërblim. Nuk ka argument domethënë për këtë që të shkohet domethënë vorreza në ditën e Bajramit. Përkundrazi domethënë Bajrami është ditë feste, dhe të shkohet tek familja edhe urohet me ta dhe me gjallë, domethënë. Kështu që nëse dikush e vepron këto me bindje që është për fesë, kjo nuk lejohet, pra ka lënë bidat dhe nuk lejohet. Andaj do të kenë kujdes domethënë njerëzit që mos veprojnë diçka përveç asaj që nuk është që na është lejuar, domethënë ose ka ardhur argumente që lejohen ditën e Bajramit. Allahu e shpëlbeft. Kjo ishte ajo cila domethënë si përmbledhje sa i përket dhe çka veprohet, rregulla dhe veprat të pëlqyeshme dhe suneteve që ka veprohen ditën e Bajramit. Allahu i shpëlbeft, Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.